Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Vëllezër e motra, sot është një ditë e veçantë për këtë kishë këtu në Elbasan, e cila mban emrin e Shën Athanasit, e këtij shenjtori, transferimin e lipsaneve të cilit kujtojmë sot. Zakonisht, shenjtorët kujtojnë ditën e thjetjes së tyre, por ndonjëherë për shkak të rëndësisë që ata kanë, edhe lipsanet eshtrat e tyre, mrekullitë që bëheshin nëpërmjet të tyre, edhe ngjarjet që kanë lidhje me reliket e tyre, shpeshherë kthehen në ditë për t'u përkujtuar dhe për t'u festuar edhe shenjtori për të cilin flasim. Shën Athanasi ne e festojmë në janar, por është edhe kjo festë e transferimit të lipsaneve të tij në behar ose që ka ardhur pranvera. Dhe në një farë mënyrë është një mundësi për të marrë pjesë në këtë panair. Shën Athanasi padyshim, ashtu siç e dëgjuam në Ungjillin e sotëm, ku Zoti thot: një fshat nuk mund të fshihet, thot, dhe gjithashtu edhe drita duhet të shkëlqejë, thot, e të qëndrojë që të ndriçojë të gjithë dhomën. Dhe gjithashtu, thot, Zoti ai thot që edhe mëson njerëzit në rrugën e drejtësisë, në rrugën e Zotit, por gjithashtu dhe e përmbush edhe me jetën e tij, ai do të quhet i madh edhe në mbretërinë e Perëndisë. Dhe me të vërtetë Shën Athanasi e ka marrë përpara Zotit këtë mbiemër si Shën Athanasi i madh. Jo vetëm për diturinë e tij, jo vetëm për zellin e madh që kishte për shkrimin e shenjtë, për dogmat e besimit, por gjithashtu edhe për jetën e tij të shenjtë dhe me sakrifica të panumërta për të mbrojtur besimin e vërtet. Shën Athanasi, siç e kemi thënë vazhdimisht, në këto ditë kur i dedikohemi kësaj ngjarje edhe këtij personi, ishte një person me shumë hire dhe virtyte nga Perëndia që në moshë të vogël. E shikojmë atë që zelli që kishte për Zotin, për kishën, për gjërat e shenjta ishte aq i madh sa që edhe i vogël, ai bashkë me shokët e tij imitonin skenat nga liturgjia hynore ose nga shërbesat të ndryshme dhe nga misteret e ndryshme, siç ishte rasti kur peshkopi në atë kohë i Aleksandrisë shikon fëmijët që lozin në breg të detit, dhe çuditërisht i shikon ata që kryejnë një ceremoni, si ceremoni pagëzimi. Ishte lojë në sytë e fëmijëve, por siç janë fëmijët, për ta loja nuk është lojë, por për ta edhe loja është një dëshirë dhe një aspirat për të ardhmen. Për këtë arsye shikojmë që në moshë të vogël fëmijët shprehin dëshirat e tyre, imitojnë ndoshta prindrit ose njerëzit që ata i duan, por edhe i admirojnë. I tillë ishte edhe Shën Athanasi, i cili që i vogël, me shokët e tij, kryente ritin e pagëzimit njësoj sikur të ishte një prift në kishë. Diçka që i bëri shumë përshtypje në atë kohë Patriku të Aleksandrisë, dhe kur mësoi më tepër për këtë djalosh, që nga ai moment u lidh shumë me të. Ai, Shën Athanasi, u rrit nga një familje, siç kuptohet, e krishterë, shumë e devotshme. Ai lindi në fundin e shekullit të tretë dhe në fillimin e shekullit të katërt. Sa kishte filluar kisha, ishte e lirë, edhe ajo përballi tashmë me disa sfida të tjera. Sfida kryesore dhe madje që e kishte epiqendrën në qytetin ku ishte Shën Athanasi, në Aleksandri, ishte me një arqimandrit i cili fillonte të mësonte njerëzit që Krishti, biri i Perëndisë, nuk është i përjetshëm, por edhe ai është një krijesë e Perëndisë, është krijesa e parë e Perëndisë, por nuk është Perëndi ashtu siç edhe Ati. Një herezi e tillë u duk shumë logjike, duke dashur të theksonte unitetin e Perëndisë, që Perëndia është një,
e për ta thjeshtuar atë në mendjen njerëzore, e për ta bërë të pranueshme për logjikën tonë, ai fillonte të mësonte njerëzve që Perëndia është vetëm Ati, ndërsa Biri edhe Shpirti i Shenjtë janë krijesa të Perëndisë, kanë ardhur prej Tij, edhe pse çdo gjë është bërë nëpërmjet fjalës së Perëndisë, që është Biri, edhe gjithashtu nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Ky mësim dukej shumë afër me dogmën e krishterë, por në të njëjtën kohë ishte një rrezik i madh mbi atë që ne besojmë, mbi atë që çfarë bëri Perëndia, sepse një shtrembrim, qoftë edhe i vogël në dukje, në besimin e drejtë, ka pasoja shkatrimtare për besimin ton, për jetën se si e jetojmë, edhe se si ajo dogë mund zhvillohet në forma nga më të ndryshmet, edhe nga më të çkujdesurat, edhe më të dëmshmet. Për këtë arsye Kisha ka qëndruar me shumë fanatizëm, me shumë kujdes, mësimit të etërve, mësimit të apostujve, të cilët e morën si zbulesë nga vetë Zoti Isu Krisht. Shën Athanasi u mësua që i ri me diturinë e asaj kohe, por njëkohësisht u rrit edhe me besimin e krishterë. Lexonte shkrimin e shenjtë, lexonte ato shkrime të etërve që qarkullonin. Dhe sigurisht na thuhet që në moshën 20 vjeçare, afërsisht ai shkroi një nga tekstet kryesore të besimit ortodoks, që flet mbi mishërimin e fjalës së Perëndisë. Edhe pse kaq i ri, ai tregon një thellësi të madhe të besimit, një zell të madh për besimin gjithashtu, por edhe një ndriçim nga Perëndia. Sepse vëllezër e motra, në kohën e trazirave të ideologjive të ndryshme, të herezive të ndryshme, ishte shumë e nevojshme të përcaktohej drejt besimi që ne kemi. Shpeshherë ne mund ta kemi besimi, por ndonjëherë kemi vështirë ta formulojmë atë. Dhe kjo është merita e këtyre etërve të Kishës, të cilët e formuluan drejt besimin që ne kemi. Për këtë arsye në dogmatik, ata që kanë bërë edhe mësime dogmatike, flas këtu për katekistët, për priftërinjt, e dinë se sa precize është lënda e dogmatikës. Çdo fjalë që formulohet në dogmatik ka rëndësi të jashtëzakonshme, sepse pa dashur, një formulim pak më ndryshe mund të japë një përcaktim komplet tjetër. Kjo do të thotë që kur flasim për besimin do të jemi shumë të kujdesshëm. Duhet të kemi shumë zell për të lexuar, pa që është më e rëndësishme. Do të kemi shumë kujdes për ta kuptuar drejt atë që lexojmë. Sepse ajo që lexojmë nuk është thjesht një traktat besimi, por është zbulesë. Dhe për të kuptuar zbulesa, kërkohet gjithashtu ndriçim nga Perëndia. Nuk është aq e thjeshtë. Madje ndonjëherë habite me disa besimtarë që ti mundohesh të shpjegosh dogmën ose pjesë të dogmës së besimit të krishterë dhe çuditërisht ata prapë se kanë kuptuar. Edhe unë shpeshherë bëj pyetje me vete, them, po si ka mundësi ti e shpjegon? Edhe ata prapë kuptojnë gati gabim. Edhe kjo është një pyetje e madhe për shumë të krishterë ortodoks, të cilët mbeten në gjëra të përgjithshme, por kur flasim për gjëra që janë thelbësore të besimit ton, mos u habisni ndonjëherë edhe katekistët mund të zhgënjejnë, ose edhe klerikët, ndonjëherë mase edhe ndonjë peshkop. Për këtë arsye, duhet të jemi të gjithë shumë të kujdesshëm për besimin ton, atë që besojmë, atë që etrit e Kishës na kanë besuar. Dhe nëse ne do ta kuptojmë mirë edhe drejt, atëherë do kemi mundësi t'ia shpjegojmë edhe prindërve tanë, edhe njerëzve të tjerë, madje edhe këtyre fëmijëve që janë në kohë për sot, gjëra shumë të thjeshta, por shumë bazike, mund t'i mësojmë që në moshë të vogël. Sepse nëse kolonat vendosen të forta, ka shumë mundësi ato do mbajnë një ndërtesë të fortë të besimit më vonë. Shën Athanasi e tregoi këtë zell me jetën e tij, me angazhimin e tij në Kishë,
jo rastësisht ai që ishte patriku i Aleksandris me emrin Aleksandër, e mori Shën Athanasin në sinodin e parë ekumenik, kur do përcaktohej se kush ishte besimi të krishterëve. Për herë të parë të krishterët ishin të lirë nga gjithë anët e botës, të mblidheshin pa frikën e persekutimit dhe kishin mundësi që të sheshonin të gjitha mësimet e ndryshme, disa prej tyre të gabuara, dhe të përcaktonin drejt kush është besimi i krishterë ortodoks, siç edhe përkthehet. Dhe në atë sinod u përcaktua edhe ajo që ne themi për herë kur mblidhemi në liturgjinë hynore, simbolin e besimit, kur themi besojmë në Atin, në Birin edhe në Shpirtin e Shenjtë, dhe pjesa e Shpirtit të Shenjtë është përmbushur në formulim në sinodin tjetër, në sinodin e dytë ekumenik. Shën Athanasi ishte në një rol aktiv në këtë sinod të parë ekumenik, dhe me njerë pas këtij sinodi, Patriku Aleksandër ndron jetë dhe dëshira e tij ishte që Athanasi ta pasonte, duke e njohur shumë mirë diturinë e tij, por edhe zellin që kishte për dogmat. Ky zell edhe kjo dituri do të kishte një kosto të lartë për Athanasin, i cili kur u vendos në fronin e Aleksandris, edhe pse në kohë zgjatje ishte një kohë shumë e gjatë, për shkak se ai ishte i ri kur u bë peshkop, për 57 vjet ai ishte peshkop i Aleksandris. Po gjatë këtyre 57 vjetëve, 17 vjet të tij kaluan në persekutim, në internim, madje edhe duke u fshehur nga frika që të mos binte në duart e persekutuesve. Dhe për ironi të fatit, persekutuesit tashmë nuk ishin në të gjitha rastet ata që ishin perandor pagan, përveç njërit, po ishin perandor të cilët ishin të krishterë. Madje në konfliktin e parë që kishte Shën Athanasi, ishte me perandorin e Konstantinopolës, Shën Konstantinin e Madh. Shën Konstantini sigurisht ishte ai që mblodhi sinodin e parë ekumenik, por me njëherë pas këtyre ngjarjeve, njerëz të ndryshëm influencuan tek ai që Ariusi, i cili u dënua, ta paraqisnin si njeri të penduar, i cili tashmë mund të kthehej në kish edhe të falej. Por Shën Athanasi sigurisht e njihte mirë kush ishte Ariusi, e dinte shumë mirë çfarë bënte, dhe e dinte që ajo që quhej si pendim ishte thjesht një hipokrizi e tij, dhe në mënyra të ndryshme përpiqej që të influenconte dhe perandorin, diçka që ja arriti, derisa perandori kërkoi që të largohej Athanasi nga Aleksandria. Për këtë arsye ai dërgohet në Francë, Galia e atërshme, për disa vite, derisa ndron jetë Shën Konstantini dhe perandoria ndahet në 3 prej djemve të tij. Atëherë kthehet, por përsëri do të ketë probleme me perandorin që do jetë në pjesën e lindjes, Konstantiusi, sepse të 3 djemtë e Konstantinit të Madh morën emrat me rrenjë Konstantin. Njëri Konstantin, tjetri Konsta, tjetri Konstancius. Njëri prej këtyre, ky i lindjes, i influencuar gjithashtu nga këto grupet rivale, e përndoqën Athanasin, përsëri u desh të largohej, kësa radhe në një vend tjetër. Dhe kjo gjë ka ndodhur me disa perandor. Njëri prej tyre ishte edhe një perandor i cili nuk ishte i krishter, madje donte të risillte edhe një herë paganizmin. Ky ishte Juliani. Ai gjithashtu, kur mori vesh që Athanasi ishte kundër paganëve, mësonte besimin e vërtet dhe kishte një influencë shumë të madhe në Aleksandri, atëherë edhe ky urdhëroi që të përndiqej Shën Athanasi, madje kishte shkuar rreth 5000 ushtar thuhet në Aleksandri, në kish, ku ai po meshonte, edhe kisha ishte mbushur me njerëz dhe ata nuk pranonin që të dorëzonin peshkopin e tyre. Por Shën Athanasi, duke kujdesur që njerëzit të mos dëmtoheshin, dha leje që të gjithë besimtarët të largohen nga kisha, por edhe ai
me ndihmën e besimtarëve edhe të klerikëve arriti të largohet nga ai vend dhe kështu që nuk arritën dot të ta arrestonin. Madje ka dhe një ngjarje kur një nga generalet në lumin e Nilit po kërkonin të kapnin Athanasin, edhe në një moment takohen të dyja barkat edhe e pyesin, i thonë që di gjë ku është Athanasi? Dhe Athanasi sigurisht siç e kuptojmë e mund ta marrim me mend, nuk mund gënjente, por ju tha, po tha, e keni shumë afër, i tha. Edhe ata vazhduan duke kërkuar ta gjenin Athanasin, pa kuptuar që po flistin me atë vetë. Dhe në këtë mënyrë shpëtoi, por jeta e tij është në këtë kalvar të gjatë. Ai që duhet kuptojmë është që Shën Athanasi nuk kishte hallin përqendruar në fronin despotik të Aleksandrisë. Sepse po të ishte ky meraku i tij, atëherë ai me shumë shpejtësi do të bënte marrëveshje edhe kontrata me të gjitha perandorët që kërkonin edhe e persekutonin. Por për shkak sepse interesi i tij ishte besimi i drejtë ortodoks, kjo ishte arsyeja që ishte gati të paguante çdo lloj kosto për të mbrojtur këtë besim. Dhe sigurisht, kur Zoti e caktoi nëpërmjet hierarkëve që ai të ishte peshkopi Aleksandrisë, ai ndjente këtë përgjegjësi për besimtarët për ta mbrojtur këtë besim. Për këtë arsye roli i këtij akti të kishës, siç edhe disa etërve të tjerë, është kaq i rëndësishëm në historinë e kishës, dhe për këtë arsye kanë marrë dhe këto emër, siç themi, Athanasi i Madh. Kontributi i tij është i madh gjithashtu sepse të mendojmë që ato libra që ai konsideronte të dhjatës së re, do të thotë kanuni i dhjatës së re, ai u kthye në standardin për të gjithë kishën e krishterë, atë që kemi edhe ne sot, të 27 librat që kemi nga dhjata e re. Do të thotë 4 ungjijt, veprat e apostujve, letrat e apostullit Pavlit, por gjithashtu edhe disa nga letrat e apostujve dhe në fund edhe librin e Apokalipsit. Sepse në atë kohë qarkullonin edhe shumë dokumente të tjerë, të cilët fshiheshin gjoja në emrin e apostujve, por ishin shkrime më tepër për përfituar vëmendje, njerëz të caktuar, por nuk ishin shkrimet autentike të apostujve. Për këtë arsye, kontributi i Shën Athanasit, qoftë edhe në këtë aspekt, është i jashtëzakonshëm. Për këtë arsye edhe kisha këtë kanun nëpërmjet sinodit ekumenik e përcaktoi si të drejtë që kemi edhe sot. Në këtë ditë që kujtojmë Shën Athanasin, secili nga ne le të reflektojë brenda vetes së tij, ne që jemi klerik, të përpiqemi më me zell për të mbrojtur turmën, grigjen, besimtarët, të cilët vazhdimisht janë të rrezikuar nga mësime të ndryshme, nga ideologji të ndryshme, por gjithashtu janë të rrezikuar edhe nga vetë apatia e tyre, nga dembelizmi e tyre. Por gjithashtu klerikët, në qoftë se nuk lexojnë vazhdimisht shkrimin e shenjtë, në qoftë se nuk thellohen në të, patjetër që edhe ata mund të jenë të vakët edhe mund të mos përmbushin veprën e tyre. Të gjithë ne vëllezër e motra kemi një pasuri të madhe në duart tona, të cilën duhet ta vlerësojmë e duhet ta falenderojmë Perëndin, sepse besimi i drejtë është rruga që na çon për tek Perëndia, mënyra për të komunikuar drejt me Perëndin, për ta perceptuar drejt atë dhe sigurisht edhe për ta ndjerë plotësisht Perëndin ashtu si ai është, jo i shtrembëruar. Për këtë arsye dhe ortodoksia ka një merit të madhe në botën e krishterë që ruan këto dogma të besimit të drejtë. Amin.